Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Veprat e mira janë stolia e vërtet. Për të arritur lumturi duhet jeni prej atyre që nxitojnë për vepra të bukura e të virtytshme. Pejgamberi ka këshilluar: përpiquni drejt asaj nga e cila përfitoni dhe kërkoni ndihmë nga Allahu. Një ashab i të dërguarit të Allahut e pyeti atë se si mund të ishte shok i pejgamberit edhe në xhenet. Ai ju përgjegj: më ndihmo të ndihmoj duke bërë sejdë shpesh, sepse Allahu do të ngrejë me një shkallë për çdo sejdë që i bën atij. Një tjetër shok e pyeti pejgamberin t'i tregonte një vepër që ishte shumë përfshirëse. Ai i tha: duhet që goja mos të thahet nga përkujtimi i Allahut. Në përgjigje të një kërkuesi të tretë të mirësisë, pejgamberi tha: mos i mallko të tjerët dhe mos i godit ata me dorë. Nëse dikush të mallkon lidhur me diçka që ai di për ty, mos e mallko lidhur me diçka që di ti prej tij. Dhe mos nënçmo asnjë lloj vepre të mirë, edhe nëse ajo qëndron në të hedhurit ujë në enën e të eturit. Dhe nxitoni në falje mëkatesh nga Zoti juaj dhe për në xhenet. Vërtet, ata nxitonin për vepra të mira, ndërsa të përparmit janë në ballë, ata pra janë më të afruarit, janë në kopshtet e begatshme. Mos i shtyni për më vonë mirësinë dhe veprat e virtytshme. E për shpërblim të tillë le të garojnë të mirët. Kalifin Umer e therrën dhe ai po derdhte gjak. Ai pa një të ri, gjybja e të cilit ishte aq e gjatë sa të shtrihej në tokë. Ai e këshilloi të riun edhe në atë gjendje që ndodhi: o biri vëllait tim, ngrije gjyben sepse është më e devotshme për ty dhe më e pastër për rrobat e tua. Edhe në dhimbjet e vdekjes ai i ftonte njerëzit për të bërë mirë. Për atë nga ju që dëshiron të përparoj apo të ngecë. Vërtet, lumturia nuk arrihet duke fjetur shumë, duke kërkuar rehati apo duke mos pëlqyer bërjen e mirësisë. Por Allahu nuk e pëlqeu ngritjen e tyre, ndaj zbrapsi, dhe atyre ju tha: rrini me të paaftit për luftë. Logjika e shpirtrave të ulët dhe letargjike është: mos dilni në vap. Sikur të kishin ndenjur pranë nesh, ata as nuk do të vdisnin e as nuk do të mbyteshin. Neve na ndalohet të mbetemi prapa kur duhet bërë mirë. Ç'është kështu me ju, që kur ju thuhet të dilni në rrugën e Allahut, ju kapeni pas tokës? Mes jush ka prej atyre që zvarriten e nuk dalin para. Por ai nuk ju largua tokës dhe shkoi pas epshit vet. Nuk qeshi Zotit të bëhem as si kjo sorë. Kjo sepse ata parapëlqyen jetën e kësaj bote ndaj përjetësisë. E mos u përçani mes vete dhe të dobësoheni e ta humni fuqinë. Dhe kur ngrihen për t'u falur, ngrihen me përtatësi. Pejgamberi na ka mësuar të lutemi: o Allah, kërkoj strehim tek ti ndaj përtatësisë. I mençuri e vë veten nën kontroll dhe punon për atë që vjen pas vdekjes. Një person i dobët i bindet nefsit në dëshirat e tija dhe ushqen shpresat kota në Allahun. Përjetësia dhe bekimet e përhershme. A dëshironi të mbeteni të rinj, të shëndetshëm, të pasur dhe të pavdekshëm? Nëse i doni këto gjëra, nuk do t'i gjeni në këtë botë. Mirë po ju mund t'i gjeni ato në përjetësi. Allahu i plot mëshirshmi, i ka caktuar mjerim dhe përkohësi kësaj bote. Ai e quajti këtë jetë zbavitje dhe lojë mashtruese.
Një poet bëri një jetë të skamur. Në kulmin e rinis, a i donte para dhe nuk i kishte. A i donte edhe një grua, por nuk arriti ta ketë. Kur u plak, me flokët e thinjur dhe kockat e brishta, a i u pasurua. Shumë gra deshen të martohen me të, dhe i bëri jetë rehatshme. Nga paradoksi i të qenurit i varfër, kur mund t'i kishte shijuar të gjitha rehatit, dhe të qenurit i pasur kur kënaqësia e gjërave të tilla u zbe, a i shkëroi. Ajo që dëshiroja të kem kur i kisha 20, më erdhi në dorë kur mbusha 70. Vasha të bukura turke kërcejnë rreth meje, veshur në mëndafsh e perla plot gazmende. Ato më thonë, rënkimet tuaja s'na lën të flëm. Ç'ke kështu që ankon me tëra të gjëm? Dhe unë i trishtuar ju përgjigja pa qejf. Vuaj nga të qenurit 80 vjeç. Po a nuk ju dham jetë aq sa ai që ka dashur të mendoj, ka mundur të mendoj? Madje ju ka ardhur edhe pejgamberi. Dhe ata menduan se nuk do të kthehen te ne. Dhe jeta e kësaj bote është vetëm zbavitje e lojë. Shembulli i kësaj bote është si ai i kalorësit që kërkon hije nën pemë për të pushuar për pak kohë, e pastaj ngrihet dhe niset. Armiqt e rrugës së drejtë. Duke lexuar libra të shkruar nga përkrasit e ateizmit, mu bëhe qartë se ata autorë tregonin armiqësi të hapët ndaj fesë së vërtetë. Nga ajo që kam lexuar dhe kuptuar në sjelljen e tyre të keqe dhe mungesën e modestisë, më vjen turp madje edhe të citoj ato që thonë shkruajnë ata. Mjafton të them se një person që nuk ka parime dhe që nuk i jep kuptim jetës, shndërrohet në një kafshë që ka vetëm trajtën dhe pamjen e njerëzit. A mendon ti se shumica e tyre dëgjojnë ose kuptojnë? Ata janë si kafshët, madje edhe më të larguar nga e vërteta. Pyeta veten se si ka mundësi që të ishin të lumtur megjithse i kanë kthyer shpinën Allahut, i cili zotron lumturinë dhe i adhuron atë kujt do ai. Si mund të ishin ata të lumtur kur e kishin këputur litarin midis tyre dhe atij, dhe kur ja kishin mbyllur derën mëshirës së pamatë të Allahut ndaj vetëve të tyre të dobta? Si mund të gjenin gëzim dhe rehati kur kishin fituar zemërimin e tij dhe i kishin shpallur luftë atij? Kuptova se ndëshkimi i parë që ata marrin është ai që u bie në këtë jetë si hyrje për dënimin e madh në përjetësi, nëse nuk pendohen. Ky dënim paralajmërues përfshin mjerimin, plogështinë e përgjithshme, ndjenjen e të qenurit i kufizuar dhe ndjesinë e pashpresës. E kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër. Shumë njerëz të kësaj kategorie dëshirojnë që jeta e tyre të marrë fund. Disa faktorë të përbashkët midis ateistëve të skaluarës dhe atyre të sotëm është mungesa e qasjes së drejtë në çështjen e besimit në Allah. Një metodë arbitrare në vendimet mbi vlerat dhe parimet dhe një mungesë dijeje apo mungesë e shtirur dijeje për pasojat e këqija të veprave të tyre. Përveç kësaj, atyre u mungon krejtësisht kujdesi për atë që thonë, bëjnë apo flasin. A është më i mirë ai që ndërtesën e vet e themeloi në devotshmëri dhe në kënaqësi të Allahut, apo ai që ndërtesën e vet e themeloi buzbregu të shembur e bashkë me të bie në zjarrin e xhehenemit? Allahu nuk i udhëzon zullumqtarët. Zgjidhja e vetme për këta ateist kokfort nëse duan të largohen nga hallet dhe problemet e tyre është, po të mos pendohen dhe të mos ndjekin udhërëfimin, që të kryen vetvrasje dhe kështu t'i japin fund ekzistencës së tyre të hidhur e të ulët. Thuaju, vdisni në mlefin tuaj. Dhe mbyteni veten, kjo do t'i jetë më mirë për ju. Realiteti i kësaj jete. Njeriu është i lumtur aq sa e përkujton Allahun dhe reciton librin e tij.
Pas marrjes parasysh të këtij parimi, njeriu mund ta njohë vlerën e vet në këtë botë edhe në përjetësi. E sikur të mos ishte që njerëzit të bëheshin të një bashkësie, jo besimtarësh, ne atyre që nuk besojnë të plot mëshirshmin, do t'ua bënim pullazet e shtëpive prej argjendi, si dhe shkallët prej argjendi, mbi të cilat të ngjiteshin. Edhe dyert e shtëpive nga argjendi, edhe koltukët mbi të cilët do të mbështeteshin, edhe stolitë të ndryshme. E të gjitha këto si janë tjetër veç kënaqësia e jetës së kësaj bote, kurse përjetësia është për besimtarët e ruajtur. Këto ajete shpallin në terma të qartë vlerën e përkohshme, para të papërfillshme, të zotërimeve materiale dhe statusit shoqëror, jetës, kështjellave të mrekullueshme, arit, argjendit dhe pozitës. Duhet kuptojmë se kjo botë nuk është metri i suksesit tek shohim që mosbesimtari bën shpesh një jetë të kamur, ndërsa besimtari privohet nga shumë kënaqësi të saj. Një dukuri kjo që e tregon vlerën e paqen të kësaj bote. Kur po mbante hutbe një xhuma, Utbej ibn Kazvani, një shok i njohur i pejgamberit, po i kujtonte me zë ditët kur kishte jetuar me profetin. Utbe kishte luftuar me të në rrugën e Allahut, dhe për të shmangur urin, ai nganjëherë hante bashkë me të gjethe pemësh. E megjithatë, ai i kujtonte ato ditë si më të bukurat e jetës së tij. Pastaj ai kujtoi se si u largua nga pejgamberi duke u bërë guvernatori një province. Ai habitej se sa shumë ra cilësia e vërtetë e jetës pas vdekjes së pejgamberit. Pas vdekjes së pejgamberit, Sa'd ibn Abi Waqqas u habit dhe çudit kur u bë guvernatori i Kufës. Edhe ai hante gjethe pemësh apo madje lëkurën e kafshëve nganjëherë. Ai si duronte kështjellat e jetës së tij të re, pasi kishte shijuar kënaqësitë e së dikurshmes në shoqërinë e pejgamberit. E pa dyshim që përjetësia është më e mirë për ju se kjo jetë. Prandaj ka një sekret për t'ju udhëzuar. Dhe ky është ta njihni parëndësinë e kësaj bote. A mos mendojnë ata se me atë që po i japim nga pasuria dhe fëmijët, nxitojmë t'u japim atyre të mirët? Jo pra, por ata nuk kuptojnë. Kur Umeri hyri në shtëpinë e pejgamberit, ai pa në brinjët e tij shenjat e të shtririt mbi kashtë dhe vrejti zbraztinë e dhomës. Sytë ju mbushën me lot kur shikoi një pamje kaq prekse. I dërguari i Allahut, modeli dhe udhëheqësi i të gjithëve në një gjendje të tillë, ishte shumë e rëndë për të. E ata thanë: "Ç'është me këtë të dërguar, që ha ushqim dhe ecë nëpër tregje?" Umeri tha: "Ti o i dërguari i Allahut, e di mënyrën e jetesës së Kisras dhe të Cezarit?" Pejgamberi ju përgjegj: "O Ibn el-Hatab, as je i kënaqur se për ne është përjetësia dhe për ta është dynjaja?" Kjo është një peshore e drejtë dhe ndarje e ndershme. Ndaj, lërini ata të gjejnë lumturi në dollarët, arin, argjendin, vilat dhe makinat nëse munden. Pa dyshim, për Allah, ata kur nuk do ta gjejnë atë në gjëra të tilla. Kush ka për qëllim jetën e kësaj bote dhe të mirat e saj, ne do t'u plotësojmë atyre shpërblimin e veprave të tyre në të, dhe atyre s'do u mungoj gjë. Të tillëve në botën tjetër u përket vetëm xhehenemi. Ajo që ata punuan dhe vepruan ka dështuar dhe është asgjësuar.